Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum muqalladahum bi ihsanin wa itqanin ila yawmiddin. I nderuari kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shaqir Efendi Fetau, i nderuari kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Kosovës, Hoxha Naim Efendi Tavalla, të nderuar kumtues nga Kosova, Shqipëria dhe Republika e Turqisë, të nderuar organizatorë të kësaj Akademie Përkujtimore për nder të jetës dhe veprës së Hoxhës së dashur Jakub Efendi Asibi, stafi udhëheqës i Fondacionit për Zhvillim dhe Qytetërim Aksis. Të dashurit e mi dhe të nderuar bashkëorganizatorë të kësaj Akademie Përkujtimore, të dashurit e mi, udhëheqës të shoqatës edukative Vllaznia, si dhe ju të gjithë vëllezër dhe motra, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para se të filloj të lexoj fjalën time, e cila është shumë e shkurtër, do të vendosi në dijenin tuaj dy komponente dhe dy interesa. Dy komponente të cilët tregojnë sekretin e bereqetit të veprimtarisë së dajës dhe Hoxhës son Jakub Efendi Asibi. Komponenti i parë në zemrën dhe në shpirtin e tij ishte sinqeriteti. I dyti është saktësia. Dy interesa të cilët punoj për këto dy interesa, edhe këto dy komponente i vendosin në funksion të këtyre dy interesave, është interesi nacional kombëtar shqiptar dhe e dyta është ai islam fetar. Hoxha i jon rahmetli Jakub Efendi Asibi ishte i sakt, i sinqert dhe i drejt në shqiptarizmin e tij, i sakt, i drejt dhe i sinqert edhe në islamizmin e tij. Në fjalën time të cilën do ta them, do ta përkujtoj Hoxhën ton Jakub Efendi Asibi, jo vetëm si një predikues i ndershëm dhe i mirë strukturuar në formatin e tij fetar dhe shkencor, por edhe si një veprimtar shumë dimensional, që në jetën e tij i dha kohë, energji dhe interesim shumë serioz edhe aspektit kombëtar shqiptar. Këto aspekte të shumë trajtshme të jetës së tij do të mundohem në pika shumë të shkurta të i them. Edhe pse ashtu siç e tha edhe kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Kosovës, që 10 minuta janë shumë pak për të thënë shumë gjëra të rëndësishme në lidhje me veprimtarinë e Hoxhës dhe të madhit ton Jakub Efendi Asibi. Hoxha Jakub Efendi Asibi, përveç talentit të lartë për nxënien e dijes që kishte, ai në karakterin e tij kishte edhe aftësinë për të moderuar, udhëhequr plan programe fetare, tubime shkencore dhe tribunat e karakterit edukativ fetar islam. Argumenti që forcon këtë segment në jetën e rëndësishme të tij ishte moderimi i tribunës në xhaminë e lagjes së medreses El Furkan në Damask, ku moderoi tribunë fetare kulturore në gjuhën arabe, në të cilën morën pjesë personalitete të famshme të Shamit, në krye me drejtorin e medreses, mësimdhënës, profesor dhe dietar të njohur të familjes e Rifai. Ju të cilët jeni hoxhallar dhe keni studiuar në Sham, familjen e Rifaistëve njihni shumë mirë kush janë ata. Ata janë një grup i dietarëve të cilët rrjedhen në gjenezën e dijes nga Abdul Kerim el-Rifai, i cili themeloi një xhami në Sham me emrin Zeid ibn Thabit, e cila jo vetëm që ishte xhami, ishte edhe instituti i dijes, në të cilën lulëzonin dietarë të famshëm dhe studentë nga gjithë bota. Abdul Kerim el-Rifai ishte kohanik i Abdulrahman Hasan Haban el-Mejdanit, të cilët këta dy ishin studentët e njohur të Ali el-Daqrit, i cili ishte studenti më i spikatur i Bedruddin el-Hasanis, që vdiq në vitin 1935. Gjithë dietarët e Shamit në vargun ose zinxhirin transmetues të tyre zateten ose takohen te Bedruddin el-Hasanin. Hoxha jon Jakub Efendi Asibi pati fat që të brumoset islamikisht, shpirtërisht dhe kulturalisht nga kjo xhami dhe nga ky institut, në të cilin institut mor mësim, dhe nëse vëni re, xhamia Zeid ibn Thabit dhe medreseja El Furkan ka një sekret të bereqetit, se në përmbajtjen e tyre shpirtënore fetare kanë dy cilësi. Në cilësinë e parë janë dietarë të mëdhenj, në të dytën janë lider. Dhe Hoxha Jakub Efendi Asibi nuk ishte një predikues i thjesht. Ata që e dëgjojnë vazhdimisht e dinë se edhe e ligjeronte një njësi mësimore fetare, edhe e zotnonte si një lider i saj e vërtet. E mbante në mbi supët e veta dhe në karakterin e tij edhe aftësinë për shkencën dhe dhënien e saj, edhe autoritetin dhe liderizimin shpirtënor, edhe ushtarak edhe politik. Moderimin e kishte karakteristikë e cila e shoqëroi edhe sa ishte imam në xhaminë e tij në Slupçan, po ashtu edhe në shumë xhami të tjera në këtë komunës së Likovës.
Hoxh Jakub Efendi Asibi, pasi mbaroi kurrimet fakultative në Universitetin e famshëm El Azhar Sharif në Kairo, në Fakultetin Usulud Din drejtimi i tefsirologjisë. Ai më njëherë në vitin 1985 punësohet imam dhe predikues në xhaminë e shqiptarëve në Leverkusen të Gjermanisë. Për gjatë gjithë periudhës ai ishte imam i kësaj qendre fetare islame. Ai bashkëpunoi seriozisht edhe me klubin e shqiptarëve Xheladin Zeqiri në Leverkusen të Gjermanisë. Aktiviteti i tij dhe interesimi i thellë i Hoxhës për çështjet kombëtare shqiptare e bën atë përfaqësues të klubit në takimin e alternativës kosovare në vitin 1990 në Çankarjev, dom të Ljubljanës. Në këtë takim pati rastin ta shpreh mendimin e tij për të ardhmen e Kosovës. Në tubimin e Ljubljanës, pjesëmarrës ishin fytyra kryesore si Recep Qosja, Adem Demoçi, Zakaria Cana dhe shumë veprimtar të tjerë. Kjo pjesëmarrje e Hoxhës në këtë takim tregon interesimin e tij të vazhdueshëm që ai kishte për kauzën tonë kombëtare shqiptare. Aktiviteti i tij në rrafshin e interesit kombëtar shqiptar shumë shpejt Hoxhës ja mbush xhamin me besimtar të devotshëm nga vise dhe troja të ndryshme të shqiptarisë në Leverkusen. Një aspekt tjetër me rëndësi të madhe në jetën e Hoxhës Jakub Efendi Asibi varet pasi kthehet në vendlinje nga Gjermania. Ishte vështrues precis i ndryshimeve politike në vend dhe rajon. Kam fjalën për ndryshimin e sistemit politik nga ai social komunist në atë pluralist demokratik në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri. I vështronte lëvizjet politike në vend dhe lezonte zhvillimin e interesit kombëtar shqiptar në Kosovë me aftësi dhe me dashuri të madhe. Një informacion shtesë në këtë aspekt e jetës së tij ai ishte gjatë luftës së vitit 2001 në Maqedoninë e Veriut. Hoxh Jakub Efendi Asibi u rreshtua hapur, jo vetëm që u rreshtua, e them hapur, pa kur farë frike, në anën e popullit të vet. I veshur me uniformën e UÇK-s, ai u paraqit publikisht duke kërkuar mobilizimin masiv kundër padrejësive dhe represionit që u ushtrohej kundër shqiptarëve. Ishte luftëtar i nderuar dhe i dalluar, jo vetëm në këndvështrimin formal të çështjes, por edhe në organizim, mikpritje dhe mbështetje strategjike të njësive të para, vëni re, të njësive të para të UÇK-s në rajonin e Likovës, sepse ata takimin e parë kishin në shtëpinë e Hoxhës. Dhe Hoxha jon i ndershëm këtu bën implementimin praktik të një urdhri kuranor në të cilën Allahu xhaleshanu në kapitullin Anfal, ajeti 45 i saj thotë: Ja ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Që do të thotë, o ju besimtar, nëse ndesheni me një ushtri armike, me një forcë armike, qëndroni të patundur, përmendni shumë Allahun që fitoni. Hoxha Jakub Efendi Asibi, rahimahullah, qëndroi i patundur e përmendi shumë Allahun dhe fitoi. Madhnua shumë e ngrit autoritetin e Molla Jakub Efendi Asibit, edhe bashkëveprimi i tij me mish nga Republika Mike e Turqisë. Konkretisht drejtor të shoqatave humanitare, ku prej të cilëve zakonisht siguronte materiale ushqimore dhe shëruese, dhe shumë shërbime të tjera të cilët shkonin në interes të ushtrisë lirimtare të vitit 2001. Këtë njëjtën gjë e ka bërë edhe me periudhën para luftës së Kosovës, në periudhën brenda luftës së Kosovës, faza pas luftës së Kosovës edhe në luftën e vitit 2001 në Maqedoni. Si një njeri me përgjegjësi serioze fetare dhe ushtarake, ai pas luftës bashkëveproi edhe me ndërkombëtarët për konsolidimin e interesave shqiptare